Fetaj ka qenë bashkëpunëtor i afërt, prej të cilit kam një zhgënjim të jashtëzakonshëm, njeri i cili ka qenë në vetëvendosje dhe mandej e ka përqa, është mundu ta përqaje vetëvendosjen, si pjesë e PSD-s, zbashku me personat që mos i përmendi për emra, në ndërkohë ka qenë këshilltari i Hashim Thaqit, duke qenë në vetëvendosje, mandej ka jetë në Aleancë për Shqiptarët, është munduar me periudhë të na përçaje mes Ziadinit dhe Arbenit. Tash është mash e Izet Megjitit, Adnan Azizit dhe Mickovskit, një karrierist i sëmur, zakonisht unë asnjëherë për bashkëpunëtorët s'kam thënë gjysmë fjale, dhe tash nuk dua ta zgjas këtë më shumë, vetëm për opinionin. A e morët vesh tani, apo e keni ditur këtë? Unë i kam besuar shumë, por është një zhgënjim i madh, mua ma thonin këtë që e them, se u mundua ta përçaje vetëvendosjen, atëherë u rrit vetëvendosja, unë mundua ta përçaje Aleancën, tash ka rritje të Aleancës për Shqiptarët, dhe fatmirësisht nuk ka asnjë peshë elektorale. Unë vetëm i them se kryetarin e Nëndegës, prej ku vjen, fshatit prej ku vjen, nuk e ka me vete. Nuk e ka me vete? Absolut. A janë me juve pjesa e strukturave? 95% e strukturave. 95%. Këtu i keni një 20 funksionar, fan nolit juan të kol të kofak, njerëzit që s'mund t'i hekish prej karikes, të cilëve u pëlqen karikja, dhe të cilët nuk kanë adres. Në qoftë se i pyetni nga shkoni, ku jeni në nëntor, unë ju kuptoj se në tetor, ato dërin në kariket e veta. Po në nëntor, ku dë jeni, në cilën parti? Sepse këto s'kan kapacitet as një parti, ta themelojnë as 1000 në nënshkrimet i mbledh.